Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Në Banjë gjenden armë të reja, dyshohet se ndërlidhen me sulmin në 24 shtatorit. Në 26 vjetorin e epopesë së UÇK-s nderohet komandanti Adem Jashari. OKB thot se uria në Gaza mund të ndalet vetëm në rrugë toksore. Moti në vendin ndryshueshëm temperatura më e lartë e ditës 13 gradë Celsius. Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të mbrëmjes në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Arbenita Marmullako, operator në transmetim Gazment Sejdiu, redaktore e edicionit Serbeze Haxhiaj. Policia ka njoftuar se në afërsitë e manastirit të Banjsës në Zveçan ka gjetur sot 5 raketa hedhës antitank. Mjetet e gjetura ushtarake sipas policisë dyshohet se ndërlidhen me sulmin e 24 shtatorit të vitit të kaluar. Në afërsitë e manastirit të Banjsës në Zveçan, policia ka njoftuar se ka gjetur edhe 5 raketa hedhës antitank Zolla. Sipas drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovic, armët e gjetura dyshohet se ndërlidhen me sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjs, ku mbeti i vrarë polici i Kosovës Afrim Bunjaku dhe 3 sulmues të armatosur. 5 muaj pas sulmit në Banjs, Prokuroria Speciale e Kosovës po vazhdon të hetojë 10 persona të ndërlidhur me sulmin terrorist, përfshirë edhe kreun e grupit Milan Radojčić, ndaj të cilit tashmë ka një flet arrest ndërkombëtar në Interpol. Prokuroria në Serbi gjithashtu ka njoftuar se ka hapur një hetim ndaj Radojčićit, që ka pranuar se ka udhëhequr grupin si dhe disa personave të tjerë në lidhje me sulmin në Banjs. Ekzaminimet e droneve dhe armët e konfiskuara në Banjs kanë vërtetuar se ato i përkasin sërish së njëjtë armëve që përdoret nga ushtria e Serbisë dhe trajnimet janë bërë në kazermat ushtarake të saj. Në shënim të 26 vjetorit të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës, krerët e shtetit dhe qytetarë të shumë kanë bërë sot homazhe në kompleksin memorial në Prekaz. Presidenti Vjosa Osmani tha se Adem Jashari mbetet flakadani i lirisë. Albana Bajrami. Liderët shtetërorë qytetarë të shumt kanë bërë homazhe në Prekaz te kompleksi memorial Adem Jashari me rastin e 26 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Presidenti Vjosa Osmani me këtë rast tha se familja Jashari do të mbetet përjetë udhërrëfyes, duke theksuar se epopeja e UÇK-s është epope e krenarisë së popullit ton që simbolizon lirinë. Epopeja e UÇK-s është epope që simbolizon lirinë që e gëzojmë ne sot. Familja Jashari do të mbesin përjetë udhërrëfyes për brezat e tanishëm, por edhe për brezat që do të vinë pas nesh. Kryetari i Kuvendit Glau Konjufca tha se në të gjithë historinë shqiptare sakrifica e Jasharajve dhe lufta e UÇK-s përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme për vedijen tonë kombëtare. Për sa kohë të ketë popull shqiptar, kombi ynë për sa të ekzistojë, gjithmonë do të jetë një vend ku jo vetëm përkulemi, por vazhdimisht edhe gjejmë frymëzim dhe patriotizëm se si të mbrohet vendi e se si të ushqehet liria. Kryeministri Albin Kurti tha se në Prekaz kujtohet çmimi dhe rënjet e lirisë, ku gjithsecili duhet të vizitojë këtë vend për të mos harruar të kaluarën dhe të mos devijohet e ardhmja. Vetë flijimi, sakrifica, vetë mohimi i Jasharajve është epopeja e ushtrisë shqiptare në themelët e çlirimit të vendit tonë, që paraqet edhe dhëmbje e krenari, por edhe besë dhe shpresë për shtetin dhe popullin tonë. Ndërkohë krerët e shtetit së bashku me disa ministra vizituan edhe kullën e Jasharajve, ku u pritën nga Rifat Jashari. Homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari kanë bërë edhe udhëheqës të institucioneve të tjera, ministra e deputet. Në kuadër të aktiviteteve shtetërore për nderimin dhe shënimin e 26 vjetorit të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës në Akademinë për kujtimore kushtuar 5, 6 dhe 7 marsit, e mbijetuara e familjes Jashari Besarta Jashari kujtoi momentet e rezistencës dhe momentet e fundit të familjarëve të saj. Ditë e premtë, si sot, para 26 viteve. Nëna Feridja nxorri bukën nga furra dhe filloi të na ndante të gjithëve nga një copë. Mbaj mend që shumica ende ishin gjallë. Ishte koha e darkës dhe ishte hera e fundit që hëngrëm darkë në atë shtëpi. Në atë darkë nuk e di si kemi ngrënë, nuk e di çka kemi fol apo kemi fol gjatë. 7 mars 1998, ditë e shtunë. Këngën e babushit nuk e dëgjoja më. Dikur edhe balja Adem u vra. Pasi me marrën nga shtëpia, ata me pyesnin se ku është Ademi e Hamza. Sot e di se si do të doj përgjigjur.
Ademi e Hamza janë dhe do të mbeten gjithmonë në zemrat e gjithë shqiptarëve. Komisioni për punë të brendshme në Parlamentin Evropian emëroi sot deputetin sloven Matjaž Nemes, raportues për heqjen e vizave për serbët e Kosovës që posedojnë pasaporta të lëshuara nga Serbia. Në një postim në X, Nemes shoi se serbët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që janë në regjim të vizave. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Në gjykatën themelore të Prishtinës u mbajt seanca e radhës ndaj Ekrem Bajroviçit, i akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile gjatë luftës së viteve 1998-99 në Istok dhe në fshatrat përreth. Sipas aktakuzës, Bajrović ishte përfshirë në vrasje, arrestim, torturë dhe trajtim çnjerëzor të popullatës civile. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka njoftuar se me 8 mars do të hapë fushatën sensibilizuese për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë. Fushata ka për qëllim përgatitjen e qytetarëve për procesin e regjistrimit të popullsisë, që fillon me 5 prill zgjat deri me 17 maj të këtij viti. Muzeu Historik i Kombëtar i Shqipërisë ka njoftuar se do të mbyllet për vizitor për një periudhë 4 vjeçare, përkatësisht nga data 15 mars 2024 deri me datën 15 mars të vitit 2028. Sipas njoftimit të drejtorisë muzeut, mbyllja bëhet në kuadër të zbatimit të projektit restaurimi dhe rikonstruksioni i Muzeut Historik Kombëtar. Lajme nga bota. Përdërisa po vazhdojnë bisedimet për një anëpushim në Gaza mes Izraelit dhe grupit palestines Hamas, programi botëror i ushqimit ka njoftuar se nga ushtria izraelite ka ndaluar hyrjen në Gaza të një autokolone ndihmash. Kjo agjenci OKB sot se për të shmangur rinë dhe vdekjen nga uria në veri të Gazës do të ketë qasje në rrugë toksore. Të paktën 5 persona janë vrarë sot nga një sulm në qytetin portjugor të Ukrainës Odesa, në kohën kur presidenti Volodymyr Zelensky po takuoi me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, por asnjë nga të dy delegacionet nuk është lënduar. Zelensky tha se Moska ose është shmendur ose nuk kontrollon atë që po bën ushtria e saj terroriste. Parashikimi i motit. Për të enjtën parashikohet moti i ndryshueshëm me temperatura deri në 15 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen.